Vlen, BDI dhe Alianca për Shqiptarët reagojnë ndaj deklaratës së kryetarit të gjykatës kushtetuese për çështjen e Safe City-t. Rritja e pagës minimale, LSDM dhe VMRO me akuzat të ndërsjellta, pagat e ulëta e çmimet e larta. Shqipëria dhe Serbia kërkojnë antarësim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian. Oda e mjekave jep të dhëna, rreth 70% e mjekave janë përballur me dhunë në punë. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Partitë shqiptare në pushtet dhe opozitë reaguan ndaj deklaratës së kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski, i cili tha se në projektin Safe City mesazhet SMS duhet të dërgohen vetëm në maqedonisht dhe anglisht, por jo edhe në shqip. Nga koalicioni Vlen theksojnë se kjo përbërje e gjykatës kushtetuese i ngjan një elite politike jugoslave, ndërsa nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerësojnë se deklaratat e Konstantinovskit nuk janë në incident i izoluar, por pasojë e drejt për drejt e një klime politike që është krijuar në vend. Veprimi kreu të kushtetuesës është i dënuar edhe nga Alianca e Zjadin Sejlës. Kanë vazhduar edhe sot reagimet kundër deklaratave skandaloze të kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski, i cili tha se në projektin Safe City porositë SMS duhet të dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze, por jo edhe atë në gjuhën shqipe. Nga koalicioni Vlen, që janë pjesë e qeverisë, theksojnë se kjo përbërje e gjykatës kushtetuese më shumë i ngjan një elite politike jugoslave sesa instancës më të lartë gjyqësore në vend. Sipas tyre, Vlen mbetet i palekundur në qëndrimin se kur shteti njofton, paralajmëron apo ndëshkon qytetarin përmes këtij sistemi, ai ka për detyrë ta bëjë këtë edhe në gjuhën shqipe. Përdorimi i gjuhës shqipe është e drejtë themelore e njeriut dhe një nga vlerat themelore të kushtetutës. Institucionet shtetërore kanë detyrim të garantojnë të drejtën e çdo qytetari që të informohet në gjuhën e tij amtare, përfshirë edhe për detyrimet që i lindin si pasojë e veprimeve apo sjelljes së tij. E nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerësojnë se deklaratat e fundit nga kryetari i gjykatës kushtetuese nuk janë një incident i izoluar, por pasojë drejt për drejt e një klime politike që është krijuar në vend. Në reagimin e tyre nuk mungojnë kritikat as edhe për koalicionin Vlen. Kur në qeveri ke një përfaqësim të dobët, të kapur dhe të nënshtruar si Vlen, atëherë forcat antishqiptare ndihen të inkurajuara dhe të fuqizuara. Sot po shohim deklarata dhe veprime që më parë as nuk guxonin të artikuloheshin publikisht. Reagim ndaj kryetarit të gjykatës kushtetuese ka bërë edhe Alianca për Shqiptarët e Zjadin Sejlës. Si parti politike, dënojmë ashpër edhe deklaratat e kreut të gjykatës kushtetuese lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe dhe të drejtat e qytetarëve, të cilat shkelen me projektin Safe City, që më shumë tingëllonin si opinione personale sesa interpretime kushtetuese e juridike. Nga partia Sejlës gjithashtu kanë komentuar edhe vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me projektin Safe City. Sipas tyre, vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese është vetëm edhe një dëshmi shtesë pas shumë rasteve të ngjashme të mbivotimit etnik dhe vendimeve të padrejta të cilat sillen sipas vullnetit personal të shumicës së gjykatësve maqedonas, e që majorizojnë shqiptarët edhe të gjitha bashkësitë e tjera etnike në vend. Ata theksojnë se ky rast vetëm se konfirmojnë nevojën urgjente për vendosjen e parimit të badenterit të gjatë votimit të ligjeve që sillen me badenter në kuvend, ose ligjeve dhe dispozitave të tjera që prekin të drejtat dhe barazinë e bashkësive etnike në vend. LSDM-ja opozitare ka reaguar ndaj deklaratës së kryeministrit Kristian Mickoski, i cili quajti histerike kërkesën e lidhjes së sindikatave për pagë minimale 600 euro. Nga LSDM thonë se nuk është histeri të kërkosh një pagë më të mirë, por është luftë për një jetë dinjitoze. Ndërkohë nga ana tjetër, deputeti i VMRO DPMN Zbrane Petrushevski thotë se lidhja e sindikatave të Maqedonisë koordinohet dhe menaxhohet nga LSDM-ja.
Me sahat 60.000 euro, me vlerë sa 150 paga minimale. Mickoski i bën punëtorët histerik sepse kërkojnë një pagë prej 600 eurosh. Kështu thonë nga partia opozitare LSDM, duke shtuar se është e turpshme dhe skandaloze deklarata e kryeministrit Hristian Mickoskit, i cili i quajti histerik qytetarët dhe punëtorët që mezi ja dalin mban dhe nuk mund t'i ushqejnë familjet e tyre. Nga LSDM thonë se nuk është histeri të kërkosh një pagë të mirë, por është luftë për një jetë dinjitoze, në mënyrë që qytetarët të sigurojnë një jetesë të mirë, bukë në tavolinë, ushqim në frigorifer, të jenë në gjendje të paguajnë faturat dhe të shkollojnë fëmijët e tyre. Ai është arrogant ndaj punëtorëve dhe thotë se nesër do të kërkojnë 800 euro. Për shkak të rritjes së çmimeve, edhe ata do të jenë të pakët. Nuk është histeri të kërkosh 600 euro për rrogë, është luftë për jetën. Një aeroplan me vlerë 100 milion euro, një Mercedes me vlerë 650.000 euro, syze dhe ora me vlerë mbi 60.000 euro. Kjo është histeri, zotri Mickoski. Ndërkaq nga ana tjetër deputeti i VMRO-DPMN-s, Brane Petrushevski, thotë se lidhja e sindikatave të Maqedonisë koordinohet dhe menaxhohet nga LSDM dhe se sipas tij e gjithë logjistika për të ashtu quajturat protesta të LSM-s sigurohet nga LSDM. Odgovoren za organiziranje. Kemi marrë dokumente nga denoncuesit që tregojnë se kush janë njerëzit përgjegjës për organizimin e logjistikës për protestat. Ky është ai dokument. Personi përgjegjës për organizimin e njerëzve dhe transportit nga Strumica dhe rajoni Strumicës është Branko Georgiev, ish funksionar në Strumicë gjatë epokës së LSDM-s. Ai thotë se gjithë logjistika partijake e LSDM-s për Strumicën dhe rajonin e Strumicës tani është LSM. Sipas Petrushevskit, LSM nuk ekziston. Është vetëm LSDM me bluza sindikale. Në ditët në vijim do të vazhdojmë të njoftojmë të gjithë njerëzit nga LSDM që kanë marrë përsipër LSM-n, shtoi ai. Në Koçan u dogj një pjesë pakthyeshme shpirtit ton, tha kryetari i parlamentit Afrim Gashi në seancën komemorative kushtuar kësaj ngjarje të rëndë. Në përkujtimin e 63 jetëve të humbura do të organizohet një numër i madh i aktiviteteve që do të zgjasin 3 ditë. Me 1 minutë heqje, kuvendi ka shënuar për vjetorin e parë të tragjedisë së Koçanit, ku si pasojë e zjarrit në diskotekën Puls humbën jetën 63 persona. Kryeparlamentari Afrim Gashi tha se edhe pas një viti është vështirë të gjenden fjalë që e përshkruajnë këtë ngjarje. Për kryeparlamentarin, sado të zgjedhura, fjalët janë të pafuqishme për të shprehur atë që njerëzit e ndjejnë nga brenda. Sipas Gashit, drejtësia në këtë rast është shumë e rëndësishme dhe domethënëse ai kërkoi nga institucionet që të punojnë me përkushtim dhe profesionalizëm. Ka mëngjese të cilën gjallin shpresë dhe forcë, por ka edhe mëngjese të kopshme që shuajnë shpresën dhe japin vetëm dhimbje. Mëngjesi i tillë zbardhi më 16 mars e vitin e kaluar, pas ngjarjes tragjike në Koçan. Një poet thotë, ka fjalë që çajnë, e lot që flasin. Lotët e prindërve, nënave dhe familjarve, po edhe qytetarëve, flasin shumë më zëshëm se çdo deklaratë që mund ta japë cili do politikan. Përgjegjësia institucionale është më e madhe se sa ne e vlerësojmë dhe drejtësia është më e rëndësishme se sa ne mendojmë. Prandaj, thelbësore është që institucionet, prokuroria dhe gjykata të punojnë në këtë proces me përkushtim dhe profesionalizëm. Në përkujtim të 63 jetëve të humbura do të organizohet një numër i madh i aktiviteteve që do të zgjasin 3 ditë. Kësaj më 14 mars do të fillojë një shërbes në kishën Shën Gjergji i Madh dhe do të vazhdojë në varrezat e qytetit me një shërbes përkujtimore për viktimat. Me 15 mars janë planifikuar disa aktivitete sportive dhe kulturore, një garë rekreative dhe një turne me biçikleta që do të mbahet në itinerarin Shtip-Koçan. Në të njëjtën kohë do të fillojë marshimi i parë përkujtimor alpin Ivona Antovska dhe 63 engjëj në itinerarin Ponifka, po me 15 mars në sallën sportive në shkollën e mesme të Koçanit do të mbahet një turne në basketbol midis të lënduarve në tragjedi. Me 16 mars do të mbahet përkujtimi qendror i tragjedisë së Koçanit dhe ngjarja Drita që mbetet do të shënohet para ndartesës së diskotekës Puls. Këto aktivitete do të përmbyllen me një aktivitet simbolik, 63 karrike të bardha, 63 jetë që do të instalojnë
instalohen në Parkun e Revolucionit në Koçan me 16 mars dhe me muralin Muri i Kujtimit kushtuar viktimave. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić po kërkojnë bashkërisht antarësimin e përshpejtuar në Bashkimin Evropian. Ata e përshkruajnë idenë e tyre si një integrim funksional të pjesshëm që do të shërbente si hap i ndërmjetshëm për të ringjallur procesin e zgjerimit të BE-s dhe për të rritur stabilitetin në rajon. Shqipëria dhe Serbia kërkojnë antarësim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian. Në një artikull të përbashkët për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e përshkruan idenë e tyre si një integrim funksional të pjesshëm që do të shërbente si hap i ndërmjetëm për të ringjallur procesin e zgjerimit të BE-s dhe për të rritur stabilitetin në rajon. Propozimi i tyre përfshin integrim gradual në tregun e përbashkët dhe në zonën Schengen, por pa të drejtë për komisioner në Komisionin Evropian, pa antar në Parlamentin Evropian dhe pa të drejtë vetoje, të gjitha këto janë të drejta që i gëzojnë shtetet antare të plota. Në mesazhin e tyre drejtuar Bashkimit Evropian, ata thonë, është koha që BE-ja të pranojë se Ballkani Perëndimor përfaqëson një front të ri për investim në forcën e Unionit. Ata deklarojnë se vendet kandidate tani së bashku kërkojnë një rrugë reale drejt antarësimit të plot. Integrimi i përshpejtuar i kandidatëve të përgatitur sipas tyre mund të forcojë pozicionin ekonomik dhe politik të BE-s pa e ngarkuar arkitekturën e vendimarrjes së Unionit. Ndërkohë, Eurokomisionerja për zgjerim Marta Kos tha të mërkurën se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë antarësimin e vendeve që mund të minojnë vlerat ose institucionet e tij, jo për kuajt e Trojës. Vendet që do të na minonin nga brenda nuk mund të bëhen antare të BE-s. Duhet të sigurohemi për këtë me çdo kusht. Vendet që bashkohen duhet të jenë demokraci të forta dhe të qëndrueshme, të afta t'i rezistojnë ndikimit toksik të Rusisë dhe aktorëve të tjerë, deklaroi Marta Kos para Parlamentit Evropian. Sipas saj, zgjerimi siguron paqe, siguri, liri dhe mirëqenie në BE në kontekstin e modelit të ri të zgjerimit. Ajo theksoi se nuk duhet të ketë kompromise kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat themelore, si dhe për harmonizimin me politikën e brendshme dhe të jashtme të sigurisë së Unionit. Në pikën kufitare Blac, doganierët kanë parandaluar kontrabandimin e 120 kilogrameve duhan për nargile me vlerë 384.000 denar të destinuar për tregun e Maqedonisë së Veriut. Personi përgjegjës, siç njoftojnë nga Drejtoria e Doganave, ka qenë shtetas i Maqedonisë së Veriut, ndërsa produktet i ka fshehur në bagazh dhe nuk i ka deklaruar, ndaj të cilët kundër është ngritur akt akuz për kontrabandim. Me këtë, nga dogana theksojnë se është parandaluar një përpjekje për tregti të paligjshme të mallrave akcizore, duke shmangur pagesën e taksave në shumën prej 744.000 denarësh, nga të cilët 342.000 denar janë taks akcize. 70% e mjekëve në Maqedoni janë përballur me dhunë në punë, 80% dhunë verbale dhe 7% dhunë fizike. Këto të dhëna i ka zbuluar Oda e mjekëve. Të dhënat e anketës janë publikuar në shënimin e ditës evropiane kundër dhunës ndaj mjekëve. Të dhënat e Odës tregojnë se vitin e kaluar ka pasur 3 raportime nga personeli mjekësor për sulme ndaj tyre. Ministri Azir Aliu ka deklaruar se me sukses po zbatohen ndryshimet në kodin penal, me të cilat sqaroi ai dhuna ndaj një punonjësit shëndetësor konsiderohet si dhunë ndaj një personi zyrtar dhe përbën vepër penale. Kryetaria e Odës së mjekëve, Kalina Grivçeva Sterdalova, ka deklaruar se dhuna nuk është zgjidhje dhe atëherë kur pacientët nuk janë të kënaqur me shërbimet, sipas saj, ankesat duhet të parashtruar tek institucionet relevante. Eurostati ka publikuar të dhëna ku theksohet se Maqedoninë e Veriut në vitin 2024 kishte
1,44 fëmijë të lindur për një grua. Kjo shifër është për 0,1 më shumë se sa mesatarja në 27 vendet e Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit. Lindshmëria është më e madhe në Malinezi, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi fertiliteti është njësoj prej 1,52. Sipas të dhënave të Agjencisë së Bashkimit Evropian për statistika Eurostat, në Maqedoninë e Veriut në vitin 2024 kishte 1,44 fëmijë të lindur për një grua, që është për 0,1 më shumë se sa mesatarja në 27 vendet e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, në vitin 2023 kjo shifër ishte 1,49 fëmijë për grua, ndërsa në vitin 2014 dhe 2004 shifra ishte njësoj, 1,52. Tek të dhënat e grumbulluara nga Eurostat, thuhet se në rajonin e Ballkanit lindshmëria është më e madhe në Malinezi, 1,75, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi fertiliteti është njësoj me 1,64 fëmijë për grua, ndërkaq nuk ka të dhëna për Bosnia e Hercegovinën, po ashtu as për Kosovën. Tek vendet e BE-s, në statistik thuhet se Bullgaria raportoi shkallën më të lartë të fertilitetit në vitin 2024 me 1,72 lindje të gjalla për grua, pas saj rënditet Franca 1,61 dhe Slovenia 1,52. Ndërsa shkallët më të ulta të fertilitetit në vitin 2024 u regjistruan në Malta 1,01 lindje të gjalla për grua, kurse në Spanjë 1,10 dhe Lituani 1,11. Ndërkaq, sipas të dhënave midis viteve 2023 dhe 2024, shkalla totale e fertilitetit ra në 24 vende të BE-s, kurse mbeti e qëndrueshme në Luksemburg dhe Holand, dhe u rrit vetëm në Sloveni, ndërsa rënja më e lartë u regjistruan në Rumani. Kuvendi i Shqipërisë ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për çështjen ndaj ish-zëvendës kryeministrës dhe ish-ministrës së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku me 82 vota kundër të Partisë Socialiste dhe 47 vota pro të partive opozitare. Kërkesa e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbi dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë ndaj Ballukut nuk është miratuar. Pas votimit, deputetët e opozitës protestuan edhe në sallën e kuvendit duke bllokuar foltorën dhe mbajtur në duar pankarta me mbishkrimet dorëheqje dhe qeveri teknike. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka reaguar pas votimit duke vlerësuar se lufta ndaj korrupsionit është thelbësor në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është në dieni të rezultatit të votimit të sotëm në Parlamentin e Shqipërisë. Angazhimi ndaj shtetit të së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit janë të një rëndësie thelbësore për procesin e antarësimit në BE. Sigurimi i një mjedisit të përshtatshëm që spak të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, thuhet në reagim. Presidenti iranian tha se sulmet nga bazat amerikane në vendet fqinje ndaj Iranit janë të papranueshme. Kryetari i Bashkisë Teheranit tha se forcat amerikane dhe izraelite goditën 9.000 objektiva gjatë 10 ditëve të para të luftës kundër Iranit. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump tha se një general amerikan i ka thënë atij se ata shkatrojnë anijet iraniane në vend që t'i kapin ato sepse është më argëtuese të bësh kështu. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian paralajmëroi se çdo sulm ndaj Iranit i nisur nga bazat ushtarake amerikane në vendet fqinje është i papranueshëm. Pezeshkian tha se Irani i vlerëson marrëdhëniet e tij me shtetet fqinje, por paralajmëroi kundër sulmeve që vijnë nga bazat amerikane të vendosura në rajon. Çdo sulm ndaj Iranit i nisur nga bazat ushtarake amerikane të vendosura në territorin e vendeve rajonale është i papranueshëm, tha ai. Në ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Teheranit, Alizera Zakani, sqaroi se forcat amerikane dhe izraelite goditën 9.000 objektiva gjatë 10 ditëve të para të luftës kundër Iranit. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump tha se një general amerikan i ka thënë atij se ata shkatërrojnë anijet iraniane në vend që t'i kapin ato, sepse është më argëtuese të bësh kështu.
Trump i bëri këto komente në një tubim në shtetin amerikan Kentucky. Në tubim, Trump pretendoi se forcat amerikane kanë shkatëruar 58 anije iraniane, duke përfshirë 54 në vetëm 2 ditë, si pjesë e operacionit Furia epike në vazhdim. Duke folur në stilin e tij karakteristik të folurit hapur, Trump përshkroi sukseset e shpejta ushtarake amerikane kundër anijeve iraniane që përpiqeshin të prishin trafikun detar. Organizata botërore e shëndetësisë vlerëson se sistemi shëndetësor në të gjithë lindjen e mesme është nën presion të rënd më shumë se 10 ditë pas përshkallëzimit të fundit në konfliktin rajonal. Agjencia e shëndetësisë e OKB-s tha se mijëra njerëz janë vrarë ose plagosur, ndërsa dhuna është intensifikuar në disa vende. Më shumë se 1300 njerëz janë vrarë në Iran dhe rreth 9000 janë plagosur, sipas raporteve të cituara nga OBSH-ja. Në Liban, të paktën 570 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 1400 janë plagosur, ndërsa Izraeli ka raportuar 15 vdekje dhe 2142 lëndime. Më shumë se 100.000 njerëz në Iran dhe deri në 700.000 në Liban janë zhvendosur. SBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat kanë vrarë më shumë se 1300 njerëz, përfshirë udhëheqësinë supreme të atëhershme Ali Khamenei, si dhe mbi 150 nxënëse të një shkolle. Teherani është hakmarrë me sulme me dron dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordanin, Irakun dhe disa vende të gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Turqia, Egjipti dhe 6 vendet të tjera muslimane kanë dënuar kufizimet e vazhdueshme të Izraelit ndaj hyrjes së besimtarëve musliman në kompleksin Al-Aqsa gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, duke kërkuar heqjen e menjëhershme të kufizimeve. Kufizimet e sigurisë për qasje në qytetin e vjetër të Qudzit dhe në vendet e tij të adhurimit së bashku me kufizimet diskriminuese dhe arbitrare për hyrje në vendet e tjera të adhurimit në qytetin e vjetër përbëjnë një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, status quo historike dhe ligjore dhe parimin e qasjes së pakufizuar në vendet e adhurimit, thuhet në deklaratë. Liderët e G7 diskutuan pasojat ekonomike të luftës në lindjen e mesme dhe ndikimin në tregjet globale. Ata përshëndetën vendimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për lirimin e deri në 400 milion fuqive nafte nga rezervat strategjike me qëllim të stabilizimit të tregjeve të energjisë. Gjithashtu u theksua nevoja për koordinim mes vendeve dhe rikthimin e lirisë lundrimit në rajon. Liderët e G7 kanë zhvilluar një takim përmes një videokonference më 11 mars 2026, ku, siç njofton nga presidenca e G7, është diskutuar për pasojat ekonomike të luftës në lindjen e mesme. Në takim, siç njofton nga atje, është bërë një vlerësim i situatës aktuale dhe indikimet ekonomike që konflikti po shkakton në tregjet ndërkombëtare. Po ashtu, është theksuar nevoja për koordinim të ngushtë mes vendeve anëtare për të përballur me pasojat e krizës. Liderët përshëndetën njoftimin e Agjencisë Internacionale të Energjisë për lirimin e deri në 400 milion fuqi nafte nga rezervat strategjike, një masë që synon të stabilizojë tregjet globale të energjisë dhe të dërgojë një sinjal të qartë për tregjet botërore. Nga presidenca njoftojnë se liderët e G7 kanë rënë dakord që të vendosin koordinime me qëllim përgatitjen për rikthimin e lirisë së lundrimit në rajon. Në këtë drejtim, ka filluar puna për të shqyrtuar mundësinë e shoqërimit të anijeve sapo të plotësohen kushtet e sigurisë. Kjo, sipas tyre, do të pasohet me hapa drejt kompanive detare, transportuesve dhe kompanive të sigurimeve. Në të njëjtën kohë, vendet e G7 inkruajuan në rritjen e prodhimit të energjisë në vendet që mund të zëvendësojnë kapacitetet e bllokuara dhe bën thirrje që të shmangen masat për kufizimin e eksportit. Ndryshe, ky ishte takimi i parë i liderëve të G7 që nga fillimi i presidentës franceze të këtij grupi për vitin 2026. Ky ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë miru pafshim.